Uroj të jeni zgjuar mirë, të keni nisur këtë të premte mbar, të jeni mirë me shëndet, të ndjeni mirë, të ndjeni me energji të mirë dhe të jeni duke menduar pozitivisht për gjithçka që ju rrethon. Ne do të jemi këtu për t'ju shoqëruar. Këto 2 orë janë në kohë të cilën ne e kalojmë gjithmonë bashkë, dhe është kënaqësi shumë e madhe që ndajmë minuta me njëri tjetrin, duke ndarë ide, emocione, mendime, dhe vetëm kaq mjafton në fakt kjo kohë e çmuar e secilit prej nesh në shoqërinë e njëri tjetrit. Çfarë kemi sot? Sot është e premte, data 23 maj. Ju e dini të premteve, ne jemi me Krisanti Kalojeri në orën e 2 të programit, kështu që le të themi e premtja këtu në këtë program është astrologji, horoskop. Megjithatë, nuk ka se të mungojnë recetat shumë të mira, ofertat, edhe tematikat të tjera gjithashtu. Kështu që le të shohim pak përmbajtjen, zbulojmë çfarë do të kemi për këtë të premte. Në shije shtëpie, receta e parë do të jetë risotto me salcice dhe perime në LD Premium. Do të vazhdojmë me recetën e dytë, edhe ajo shumë e shijshme. Do të jetë një tavë me perime. Dhe më pas maskat natyrale që do të mbrojnë flokët tuaja nga dielli, me Olti Shullën, i cili gjithmonë është prezent për të sjellë disa maska praktike shtëpiake. Krisanti Kalojeri, java e fundit e majit sjell kontakte të reja që do të jenë në favorin tuaj. Si do të ndikojë hëna e re në shenjën e binjakëve sipas Krisanti Kalojerit? Këto pra janë disa pika që do të kenë të bëjnë me atë çfarë do të na tregojë Krisanti Kalojeri. Dihet që këto janë në vija të përgjithshme, do të dëgjojmë parashikimin për secilën shenjë dhe normalisht kështu do të njihemi me çfarë na pret javën e ardhshme dhe si do të ndikojë hëna e të gjitha me radhë. Pra, yjet çfarë parashikojnë për ne. Tani shkojmë në kuzhinë. Sot është e premte, është Xheni me ne për 2 recetat, po edhe për ofertat. Shkojmë bashkë. Edhe normalisht duan që ti hapin syt me energji të mirë dhe mundohemi ta bëjmë këtë gjë edhe përmes muzikës dhe përmes shijes së mirë. Kjo është më e rëndësishmja, shija që përcillet mes shije shtëpie, është fiks ajo e aromës së çdo shtëpie, paraditeve sidomos, kur gatuhet edhe bëhet ajo ushqimi i mirë për drekën që do të vijojë. Dhe ne sot kemi zgjedhur një recetë e cila është, mendoj se do të jetë e mirë dhe do të pëlqehet, është një risotto që do të bëhet me peperoni ose me salcicet tuaja të preferuara. Ndonjëherë dhe i konsumojmë edhe na pëlqen edhe ndrojnë pak atë shijen, është një risotto përveç pjesës së salciceve do të ketë edhe perime, kështu që është tërësisht në dorën tuaj të bëni si të doni për pjesën e zgjedhjes së llojit që ju do të përdorni për salcice, mund të zgjidhni të freskëta, mund të zgjidhni këto të fiks peperoni që ne kemi zgjedhur sot, dhe perimet gjithashtu janë opsionale, mund t'i shtoni, mund t'i hiqni, por unë sot do t'rregoj rrugën që duhet për të bërë një risotto të tillë në LD Premium. Bukur. Do të kemi tenxherën. Po, do të kemi tenxherën dhe ofertën e tenxherës, e cila normalisht vjen është e premte sot, duke qenë se unë vi gjithmonë këtu, është vetëm për sot, nesër dhe pas nesër, është një ofertë që merrni dhurat një grirse është kjo këtu që ju shikoni inox, 2 litër me super fuqi, e merrni dhurat me tenxherën me çmimin 95.000 lekë të vjetra. Por kjo recetë është super Kjo ofertë është super e limituar, sepse është vetëm 3 ditë dhe gjithmonë sa herë që tenxhera shoqërohet me një dhuratë, Katerina pëlqehet shumë. Po ti më fal, ti ke ulur çmimin LD Premiumit, pra e ke në çmim ofertë LD Premium, jep edhe dhuratë. Japim dhe një dhuratë vetëm për fundjavën. Po sepse unë do të vija njësoj me të njëjtën ofertë. Absolutisht. Do të vija çik ndryshe. Ne prandaj kënaqemi pafund kur ti ndan këto oferta, se vërtet janë edhe pjesë e veçantë, edhe mënyra përdorimit transmetohet direkt, kështu që nuk mungon asgjë nga Xheni sa herë ajo është prezent këtu. Dhe në këtë rast nga interesante Albania që ka oferta akoma aktive. Ka oferta aktive deri në fund të muajit, edhe në Kenwood gjithashtu jo më larg se dje kanë filluar uljet.
ulljet të cilat janë deri në datën 31 dhe tek interesante dhe tek Kenwoodi. Kështu që çmimet janë shumë të ulta, sidomos tek Kenwoodi, por edhe në interesante Albania gjeni produkte pafund për vajzat, për kuzhinën, për shtëpinë, për çfarë të doni ju. Kështu që hidhini një syfaqeve dhe aty do t'i gjeni të gjitha. 069 944 24 25 po ju jap numrin e telefonit për të gjithë ju që doni tani të porosisni LD Premium, këtë tenxhere multicooker super praktike dhe shumë komode në përdorim, po gjithashtu dhe që garanton shijet mrekullueshme të recetave, thuajse çdo gjë mund ta përgatisni aty. E përfitoni për 9.500 lek si çmim, por do të merrni dhurat edhe grirsen që shihni tani këtu në tryez dhe që do ta përdorim gjithashtu. Një grirse në fakt që sa herë kemi prezantuar këtu në Shije Shtëpie, ka patur një blerje masive dhe është pëlqyer pafund se është shumë praktike, nga ato grirset që e përdor në përditshmëri pa diskutim, thuajse për çdo recetë të ndihmon dhe që shplahet lehtë dhe reziston gjatë se ka materialin inox që ju ndihmon edhe në këtë aspekt, përveç se vëllimit që është i bollshëm. Do të fillojmë njërë nga puna duke e graduar tenxherën në opsionin sote dhe do t'japim start. Pra në sote, këtu, si që shikoni, ja ta bëjmë dhe njëherë sepse më duket se nuk u duk, sote dhe start. Edhe kjo është për kavërdisjen me kapak hapur që ne do të bëjmë. Do t'i hedhim, do të zgjedh sot vaj ulliri ekstra të virgjër, vaj ulliri fantastik, ka aromë shumë të mirë, duke qenë se do bëjmë një risotto të freskët dhe me shumë shije brenda. Do t'i hedhim vajin e ullirit dhe deri sa të ngrohet, të marrë atë rreth 30 sekonda, unë do të ngri qepën dhe perimet e tjera që do të vijojnë një nga një të hidhen në enë. Grirsen gjithashtu mund ta bëni tuajën edhe më vete, pra vetëm grirsen, kush nuk e do tenxherën, dhe grirsja vjen në çmimin 20.000 lekë të vjetra dhe siç e shikoni ka thikat e inoxit dhe ka 4 thika shumë të mpreta, ku ne tani do të grim me radhë perimet. Mund t'i grin edhe në kubik, si të doni ju. Ka shumë shpejtësi, mjafton ta përdorni me pulse. Ja, kaq mjafton për ta bërë qepën ashtu siç duhet. Të një trajtshme. Dhe do ta hedhim menjëherë në enën e tenxherës, e cila e ka marrë nxehtësinë e duhur, dëgjohet edhe nga përcitja e qepës. Ja, kështu. Do t'i hedhim pak krip, që qepa gjithmonë të lëshoj lëngun e vetë. Gjysmën e sasisë, sepse në fund do t'a rregullojmë pastaj me gjithë kripën e duhur. Ja, kështu. Unë do të grij tani karotën dhe kungullin, të cila do t'i kem gati. Kjo qepa gjithmonë më djeg, Katerin. Ja, ashtu është ajo. Mirë që e presim me grirë, se të paktën që e shmangim pjesën e prerjes. Me dorë fjalë, unë ta gri qepën. Po këtu do durojmë pak nga avullin, edhe pas ka goxha aromë të fort. Do jetë në një qepë shumë djegëse. Edhe perimet do i kalosh atje? Edhe perimet, do t'i bëj kështu si qepa. Mund t'i grini si të doni, por unë duke qenë se kam grirsen, patjetër që do të zgjedh t'i gri shpejt edhe në mënyrë të një trajtshme, karotën dhe kungullin. Edhe imët është? Po, edhe imët. E pozicionojmë grirsen në pjesën e sipërme. Nuk e vendosh ta kapakun mirë? Se kam duhet po fitur kapakun. Ose grirsen, thikat. E që vure perimet, ndoshta ka lëvizur. E fiksojmë. Risotto me salcice dhe perime në LD Premium, pra e ka vendosur tek opsioni sote gjeni aktualisht pajisjen në mënyrë që të ketë të skuqen apo ka urdisjen e qepës dhe të perimeve në fakt të gjithë përbërësve. Dhe më pas do ta shohim se si do ta gradoj për pjesën e përgatitjes së risottos, që me siguri do të doj shumë pak minuta. Megjithatë, le ta shohim pak bashkë përmbajtjen e recetës. Risotto me salcice dhe perime në LD Premium është me 2 gota oriz arborio, 2 salcice, 1 qep, 1 karot, 1 kungull të vogël, vaj ulliri, 3 gota lëng perimesh ose pule nëse ju gjendet ajo, krip piper sipas shijes dhe 1 lugë gjelle gjallë. Kaq na duhet të bëjmë gati.
Tani ka kaluar tek fix Gjeni, ka zgjedhur peperonit, sepse këto kanë atë shijen pikante, që kanë për t'i dhënë në fakt janë pak shumë lezet se receta. Këtë mendova edhe unë, dhe i kam ngrirë karotat dhe kungullin, Katerina, i kam ngrirë në mënyrë të njëtrajtshme. Do hedhim salcishen fillimisht. Ja, e kam gati. Tek tenxherja. Te tenxherja, që të lej atë shijen bashkë me qepën, edhe të marri pak skuqje dhe pak atë ngjyrën tamam. E lëshon aromën akoma dhe më mirë. Që tani Mendoj se 2 janë mjaftueshëm për rizoton, sepse ja ka dhe perimet, dhe të gjitha do të shtojnë atë sasin. Ja, kështu. Thelëm këtu, po, për moment. Çfarë arome. Ky fix do me thënë ka ca aroma është mira me këto produktet. Si suxhuku, peperoni, si që moti, kanë erëza fantastike. Dhe realisht, ja, sa po ra në kontakt me nxehtësinë edhe me vajin, lëshuan aroma shumë e mirë. Prandaj e mira është që të kavërdiset pak me qepën, përpara se të hedhim të tjerat. Do shtem edhe këtu gjalp? Do t'i hedhim pak gjalp, sepse risotto e do, sepse jep shumë kremozitet. Shumë mirë, tani është fix momenti. Dhe një gjysmë minuti dhe do t'jetë gati për të hedhë perimet të cilat i kemi grirë imët fare. Në grirësen inox 2 litër, e cila sot merret dhurat me tenxherën LD Premium. Deri të dielën. Deri të dielën, po. Aq koka. S'ka më shumë për ta përfituar në këtë ofertë, pra bashkë me dhuratën. Bashkë me dhuratën deri të dielën. Këto janë ditët në dispozicion, plot 3 ditë, nuk janë pak, por ama duhet të nxitoni. Që si ka grirë dhe perimet. Sa bukur. Mund të hedhin dhe në kubik, t'i grini vetë, por... E po, i shkon edhe orizit e vetë. Se ka gjërat të tjera për t'u lodhë në shtëpi për zonjat. Fix. Kur ke mundësi të shpëtosh, thuaj? Po, nuk prishë punë është kubik, apo është kështu si grimcë e vogël perimja në risotto. Ja, kështu këto tani marrin shijen e njëra tjetrës, do t'i shtoj dhe pak piper në këto momente, pavarësisht se e ka suxhuku atë, jo suxhuku, është salcice në fakt. Peperoni. Po, e ka pak pikante, por pak piper për shijet e gjithkujt varet, është opsional, mund t'a hidhni, mund mos t'a hidhni, si të doni ju. Dhe do t'i hedhim tani, është momenti që do t'i hedhim orizin, është një oriz arborio. Oriz arborio është apostafat për risotto dhe nuk shplahet, që në mënyrë që të ketë atë pjesën e amidonit që ta ketë aty në tenxherë dhe ta bëj pak si që do risotto. Të ri, pra pa u shplar, si që kemi këtu, kemi 2 gota, 2 gota të vogla, ajo gota e zakonshme që përdorim në këtu, dhe masa e ujt do tjetë 3 gota uj, ose lëng pule, kemi zgjedhur në sot, ja këto tani është... Pra jo, në risotto normalisht ju e shihni vetë duke shtuar ujë pak e nga pak, po në përgjithësitë e LD Premium, kur gatuar me oriz, është një gotë më pak se ajo raporti 1:2, apo? Edhe pilafi këtu nuk është 1:2, sepse nuk ka shpenzim, por duke qenë se është risotto dhe duhet të rri pak si e lagësht, do t'i mbajmë të njëjtin raport, sepse ka dhe perime, dhe perimet të gjitha do të lëshojnë dhe lëngun e tyre, edhe salcice gjithashtu. Kështu që një gotë oriz dhe një gotë e gjysmë ujë është si mas. Do t'a hedhim, e kam të matur këtu unë, por kam edhe një magi pule, të cilën e kam zgjedhur që t'a hedh sot në vend të lëngut të pulës, i jep goxha shije edhe kjo, dhe për pjesën e kripës më pas do t'a provojmë, sepse ka pak krip edhe kjo kubi i magit, që do t'hedhim sot nga shija e pulës. Gati për ujin. Po, do t'a hedhim dhe ujin tani. Uj e kam të nxehtë, e mira është që t'jeti nxehtë, sidomos në rastet kur bëni pilaf ose makarona, pra kur keni gjë me oriz dhe makarona, sepse i ftohti do t'a linte, do t'a squlte aty derisa të fillon të ngrohej, dhe sugjerohet gjithmonë që të jetë ujë nxehtë. Hodha edhe një dado magi pule për t'i dhënë atë shijen e duhur gjithë recetës. Si mungon asgjë. Asgjë shumë e shishme. Ka një aromë të shkëlqyer. Duhet ta provoni, ta gatuani, se që nga me vërtet shumë e shishme me peperonin. Dhe pak fare krip në fund, se pak i hodhëm në fillim tek qepa, ka edhe magi dhe pak mendoj se është shumë në rregull. Gjithsesi, provojeni për kripën. Na mbetet, po, kjo ka filluar vlimin, sepse duke qenë se uji hodhi nxehtë, fillon me një herë. Tani unë do ta gradoj tenxherën.
e mbyllim kapakun, sigurohemi që valvula në pjesën e sipërme është e mbyllur, sepse nuk duhet të dalë avull gjatë gatimit, dhe këtu do të shtypim cancel, pra 0, dhe shkojmë me njëherë në opcionin Rise, dhe do të japim Start. Për 12 minuta, do të gatuhet në mënyrë perfekte edhe orizi i cili është për risotto, i cili zakonisht do pak më shumë se një oriz tjetër, por është një minutazh që, sepse dhe mori një si gjysmë gatimi tani përpara në kaurdisje, është një minutazh ideal për ta gatuar. Ta shohim bashkë, besoj pjesën tjetër se si do të ketë përfunduar kjo recetë, edhe është një zgjidhje shumë e mirë, edhe perime edhe pak salciça aty bashkë të kombinuara. I ka të gjitha, në fakt mjafton ndoshta një shoqërues sallate, mjafton për këtë pjatë, sepse vërtet i ka çdo gjë që duhet ketë, po për shijen ju garantoj sepse nga aroma kuptohet qartë asgjë që do të ketë shije shumë të mirë. Tani po ju tregoj edhe një herë tjetër për bërësit e kësaj recete. I lexojmë së bashku, mbajeni mend, janë shumë të thjeshta. 2 gota oriz arborio, 2 salcice, pra në këtë rast nga fix Gjeni ka zgjedhur peperonit. 1 qep, 1 karrot, 1 kungull i vogël, kemi vajin e ullirit pema, 3 gota lëng perimesh ose pule, ju mund të zgjidhni edhe magi perimesh nëse doni. Kjo është në varësi të shijes tuaj apo të atij paketimi që ju gjendet në shtëpi. Ju gjendet magi pule apo ju gjendet magi perimesh për momentin, zgjidhni ju këtë doni. Krip piper sipas shijes dhe 1 lugë gjelle gjalp erzeni që tek risotto duhet domosdoshmërisht, po në përgjithësi në shumë receta që ne e përdorim, luan një rol të rëndësishëm. Në fakt edhe shumë shije. Në fakt dhe kur bën pilaf të thjesht në shtëpi, atë qepën unë ja hedh gjithmonë përpara dhe pak fare gjalp edhe vaj ulliri e bën ideale. Dhe në LD Premium që ka enën e inoxit, asgjë nuk ngjit, siç e pat, domethënë qepa ka vërdisat në atë temperaturën e ulët të duhur. Kështu që me një ofertë ideale, në fakt ka kohë pa ardhur si ofertë, bashkë me një grirëse, por këtë herë me një çmim të reduktuar, 95.000 lekë të vjetra, mund të merrni të nxjerrën LD Premium, që është një zgjidhje ideale për të gatuar në mënyrë ekonomike dhe shumë të shijshme, dhe grirësen, e cila përveç perimeve mund t'ju hyjë në punë për mishin. Mjafton ta pulsoni, ne kemi përdorur dhe herë të tjera këtu në emision. Ta pulsoni dhe ajo e grin mishin tule, e kthen në një mish të grirë për recetat tuaja të përditshme. Perimet gjithashtu dhe mund të bëni edhe supat kremoze apo ato akulloret që fillojnë tani me frutat e ngrira. Kështu që në 95.000 lekë merrni dhuratë grirësen dhe një LD Premium që e keni për shtëpi, një dhuratë ideale për të gjitha anvisat. Shumë mirë. Unë po ju rikujtoj numrin e telefonit 069 944 24 25. Është koha tani të bëni telefonatën tuaj apo të shkruani, ndoshta edhe në WhatsApp apo në Instagram tek mesazhet. Dërgoni mesazhin dhe porosisni këtë super pajisje që të gjithë e duan dhe nuk besoj se ka shumë shtëpi shqiptarësh që kanë mbetur pa e bler akoma. Do të jenë shumë pak ata të cilët ndoshta janë duke menduar apo duke pritur një super ofertë dhe kjo është oferta më e mirë. Pra 9.500 lekë dhe një dhuratë grirëse fantastike që u përdor sot live. Tani, unë do të kaloj pak te këndi Jama Kafe, sepse kam një njoftim shumë të rëndësishëm për të gjithë ju që po na ndiqni. Një njoftim për të gjithë adhuruesit e kafes, edhe konkretisht të kafes ekspres, kjo është kafja turke, që ne e kemi prezantuar dhe shijuar thuajse çdo ditë. Po sot do të ndalim tek një ofertë në lidhje me aparatin ekspres që gjithmonë e kemi përdorur me shumë dëshirë, jo vetëm për kafe, por edhe për kakaon tim të preferuar, përmes kapsulave, të cilat janë në lloje të ndryshme në bazë të aromës dhe fortësisë, padyshim ju zgjidhni të preferuarën tuaj. Por tani, ky ekspres Ama Kafes 36, nëse ju do ta blini, do të përfitoni 40 kapsula kafeje Falas dhe setin elegant të filxhanëve silikoni Falas. Një prej filxhanëve është pikërisht ky, ju avura si shembull aty. Shijojeni kafen si në një bar italian nga komoditeti i shtëpisë tuaj. Zgjojeni ditën me shijen e përsosur të kafes italiane për vetëm 5.990 lekë nga 17.990 lekë. Pra në këtë ofertë ju përfitoni këto produkte. 5.990 lekë. Kështu që nxitoni, drejtohuni në shop.amakafe.com për t'u interesuar më shumë për detaje, e gjithashtu, sigurisht për të porositur, keni faqen e Instagramit Ama Cafe Official, mund të interesoheni pranë
zonës së bllokut tek Ama Cafe Butike, gjeni atje pikërisht në këtë zonë shumë të njohur dhe është shumë e lehtë për ta gjetur Ama Cafe. Për detaje shikoni dhe rrjetet sociale për koordinata fikse, por është më e lehta përmes websajtit shop.amacafe.com. Pra dhe njëherë tjetër, Ekspresi Ama Cafe S36, 40 kapsula kafeje falas dhe setin elegant të filxhanëve të silikonit, 5.990 lek. Mos të harrojmë dhe një detaj të rëndësishëm, se gjatë gjithë muajit maj, pra edhe për ditët e tjera për çfarë ka mbetur, vazhdojnë oferta dhe keni ulje në çdo produkt, 10% ulje, 10% zbritje. Nxitoni, përfitoni nga kjo ofertë mrekullueshme Ama Cafe dhe shijoni një kafe fiksi italianët. Ndoshta edhe më mirë akoma. Është Ama Cafe që ju fton ta nisni ditën në bar, ndoshta edhe në mbrëmje, pse jo, ka plot preferenca të tilla. Ka shijen e mrekullueshme, aromën e përsosur, variante të ndryshme të kapsulave të cilat plotësojnë çdo kërkesë. Tani, meqense i kemi vënë në punë LD Premium dhe do presim risotton, ti ke bërë gati dhe përbërës të recetës së dytë, thamë do të jetë një tavë e shijshme me Është një tavë shumë e shijshme me perime, të cilat unë do t'i kaloj një zjerë një 5 minutësh në avull, në zjerësën e perimeve me 3 kate, që dhe ajo gjithashtu ka një ofertë, por do t'a themi pjesën tjetër. Edhe kam zgjedhur për tavën, mund të hidhin çdo perim që ju donim, edhe të sinës, unë kam zgjedhur brokoli, lule lakër, një karot edhe qep që do t'jenë si bazë aty në tavë, dhe më pas do t'i bëjmë një salcë të thjesht me përbërës që na gjenden në frigoriferin e secilit, për t'ja hedhë sipër dhe më pas pak djathë në fund edhe do t'a vendosim në furrë për 15 deri në 20 minuta. Shumë mirë. E dëgjuat pak a shumë si do të jetë rruga, megjithatë për ta parë duhet na ndiqni në vazhdim. Kështu që shkojmë në publicitet, si gjithmonë pak pushim, një pauzë shkurtër publicitare dhe më tej do të vijojmë me recetat e tjera, me recetën tjetër nga Gjeni, shumë të mirë, dhe recetën e parë me siguri do ketë përfunduar, do ta servirim. Pas pak. Dhe ja kur i kthehemi, jemi me Gjenin sot, e cila përveç se sjell receta shumë të shijshme, sjell përdorimin e pajisjeve, sjell edhe oferta. Ofertën e parë uroj ta keni dëgjuar me vëmendje, nëse keni ardhur me vonesë vazhdoni qëndroni këtu se do ta rikujtojmë pak më vonë. Është një ofertë për të mos u humbur për LD Premium. Ndërkohë kemi një pajisje tjetër, e cila her pas here ka qenë prezente si pajisje në kuzhinën tonë, këtu në shije shtëpie, në mënyrë që ju të shihni përdorimin, por do ta ritheksojmë si çdo herë, sepse me sa po më thoshte Gjeni ka pyetje nga ata që telefonojnë dhe bëjnë porosi, apo që e kanë marrë edhe për ndonjë përdorim, ku diun duan edhe një herë tjetër se thuash atë manualin e përdorimit, edhe pse është shumë e lehtë, është e vërtetë. Kjo pajisje është më e thjeshta. Është shumë e thjeshtë. Unë do t'i heq këto të 3 katet momentalisht që do t'tregoj pak se ku hidhet uji. Pra, hiqet edhe kjo pjesa e kapakut këtu, edhe kjo është pjesa, duke qenë se këtu ka edhe nivelin, shenjën e nivelit të ujit. Kjo e kam ndezur dhe po jep avull në këto momente. Këtu ku jep nivelin, normalisht këtu hidhet uji, në këtë vend. Vendoset kapaku. A mund ta shohim edhe një herë Gjeni, lutem nga lart, në ja ku e kemi regjin që na ndihmon, sepse meqense ka pyetje, patjetër që të vim në ndihmë sa më shumë të jetë mundur. Ja hedhim edhe pak ujë, ja shtojmë deri në nivelin maksimal. Pra mos e kaloni nivelin maksimal. Edhe kjo nxjerr avulli, vendoset kapaku i sipërm i zi, i cili në momentin që perimet zien, këtu mblidhet ujë komplet i perimeve dhe mund ta përdorni për çdo gatim. Dhe më pas vendosim katet me radhë. Ja, kështu. Gradohet në këtë pjesën këtu për 20, 30 minuta, 10 minuta, varet çdo të gatuani, dhe mund të përdorni sa kate të doni ju. Unë sot do të përdor vetëm një. Do t'i heq 2 të tjerat, dhe do të përdor vetëm këtë katin këtu, sepse kaq perime kam, do të bëj një tavë të vogël me një brokoli, një lule lakër, një karot, dhe normalisht nuk keni pse t'i lini katet e tjera kot bosh, sepse avulli përqendrohet më shumë dhe gatuhet më shpejt. Pra përqendrohet vetëm këtu në një kat. I gjithë avulli nuk ka pse të shkojë në katet e tjera. Është një zjerse perimesh e cila normalisht kur zien perimet në avull, ajo sugjerohet për zjerjen e perimeve, vetëm në avull është mënyra më e shëndetshme e mundshme. Pastaj me pak limon, me pak vaj ulliri mund të bëni sallata nga më të ndryshmet. Por në rastin tim sot, unë nuk do të bëj një sallatë, por këto perimet të zjera, të cilat do t'i vendosim vetëm 5 minuta në avull, të bëj një gatim al dente, le të themi, do t'i hedhim në tavë dhe do t'i hedhim atë salcën e bardhë dhe djathin dhe do t'a vendosim në furrë për
15, maksimumi 20 minuta sa të shkri djathi dhe të marrin ngjyrën e artës të furrës që merr çdo tavë kur ne e vendosim. Kështu që me këtë zierës e perimesh ju mund të gatuani çdo gjë, edhe vezët mund t'i zieni. Këtu është një zierëse me avull shumë e mirë, peshkun e kemi bërë bashk edhe herë të tjera në fakt, dhe ajo për të cilën zonjat e kërkojnë dhe marrin më shumë për të ushqyer shëndetshëm për perimet. Panxharin, karrotat, lulelakrën e hedh të gjithë sepse është 11 litër si kapacitet, po ta kthejmë në litër ushqimin, edhe një lakër të tërë e merë komplet kjo me kate duke ndarë, sepse e zirin shumë për ta konsumuar si salat me limon. Çdo perim tjetër që ju keni në shtëpi, edhe për të gatuar sallata të freskëta, tani në verë sidomos, është ideale për ta zgjedhur. Kjo vjen në çmim oferte, 35.000 lekë të vjetra nga 50, duke qenë se në Interesante Albania ka shumë ulje, është një nga produktet e uljes të ofertave dhe prandaj mendova që ta sjell edhe sot, të tregojmë edhe përdorimin bashk, por edhe efikasitetin e kësaj pajisje. Siç e shikoni, nuk e di, kam vetëm 5 minuta që kam vendos dhe kam marrë atë zierjen brokoli dhe lulelakra. Ja, do t'i lëm dhe 2 minuta derisa unë të përgatis salcën, që të jetë fiks ashtu si duhet. Mund të bëjmë pra zierje edhe të plot, edhe të pjesshme, nëse ne na duhet ndoshta e pjesshme, meqense të përfundojmë. Po, siç na duhet për furrën e sot, na duhet e pjesshme, mund ta lëm sa të duam. Kjo nuk është se si të nxjerrë me presion që se hapim dot, për shembull gjatë gatimit. E hap, e kontrollon, e shikon, është bërë, e heq, por që ka dhe të mirë që dhe nëse e lë aty me minutazhin e caktuar, fiket vetë. Mund të ikni dhe kur vini i gjeni perimet gati të ziera edhe janë ftohur ndërkohë. Shumë mirë. Pra 069 944 24 25, në këtë rast keni vlerën 3.500 lekë të kjo pajisje, nga 5.000 lekë, nëse doni ta porosisni, vazhdoni me numrin e telefonit që ju shtrova pak më herët, keni dhe faqen e Instagramit, Interesante Albania, që mund të porosisni përmes mesazheve, nëse e keni më të thjeshtë kështu, mjafton të lini të dhënat dhe porosia ju vjen në adres, ju vjen në shtëpi. Është një pajisje ku ju do t'i merrni të 3 katet, të plot, se mos ka ndonjë pyetje edhe për këtë. Është 3.500 lekë e gjitha, jo vetëm me një kat që po përdor Gjeni sot, se ndonjëherë vijnë pyetje edhe të çuditshme të këtij varianti, ndaj unë po mundohem të jem sa më e qartë sot për këtë pajisje, për të gjithë ju. Pra e pat ku vendoset ujë, gradimi besoj kuptohet, se vetëm një moment, vetëm një mënyrë ka, dhe vendosni deri në 3 kate sa të doni ju për pjesën e zierjes me avull. Kaq. Nuk ka çfarë themi tjetër për këtë pajisje fantastike. Do përdorësh atë vaj ulliri? Mund të përdorësh tjetrën? Do përdor këtë vaj ulliri, Arbër, të lutem më hap pak vaj ulliri. Aty ka dhe një tjetër shishe, por jo me atë do. Unë do të përdor të përsierin. Se dhe unë jam këtej. 069 944 24 25 dhe njërë tjetër numri telefonit. Për sa i përket të nxjerrjes LED Premium, nëse keni ardhur me vonesë, është 9.500 lekë deri ditën e diel. Dhe deri ditën e diel e përfitoni bashkë me këtë grirëse dhurat. Pra kjo është oferta e LED Premium për këto 3 ditë, nga sot e deri të dielën. Arriti ta hap Arbri, po e bën gati. Çfarë do të bëjmë ne për pjesën e salcës së bardhë? Atëherë një qepe kemi prerë trash në fije të mëdha, duke qenë se edhe perimet e tjera e kemi këtu, dhe qepën vetëm do ta kalojmë një 2 minutë në vaj ulliri. Më pas do ta shtrojmë në tavën në të cilën do të hedhim më pas edhe perimet e ziera, dhe pas kësaj do të fillojmë menjëherë me përgatitjen e salcës, e cila ka gjallë, ka pak miell, pra 2 lugë gjelle gjallë, 2 lugë gjelle miell, do t'i lëm vetëm 1 minutë të zbuten me njëra tjetrën, të shkrijgjallë. Faleminderit. Dhe më pas do të shtojmë qumësht, ujë edhe kripën, dhe do të bëhet një salcë e bardhë, pra nuk është beshamel, është një salcë e thjeshtë, e cila do të japi shumë shije. Në fakt, do të hedhim vajin e ullirit, pak. Pema është kujdesur, se kjo na ka ndodhur thuajse çdo herë që kemi hapur shishe të re, të bëj një mbyllje kështu hermetike. Në fakt siç e do vaj ullirit, që të mos thoj asnjë ndryshim. Dhe ky ishte versioni vaj ulliri i virgjër që hapi Gjeni me Arbrin, ndërkohë kemi dhe vajin e ullirit ekstrat virgjër apo të pafiltruarin që pat atje në stendën ton. Keni dhe vajin e përzier gjithashtu nga Pema. Pa harruar edhe kavanozët e mrekullueshëm, që t'ju them një sekret, unë kur përfundon emisioni dhe për shembull kam uri këtu edhe nuk për shkak të dietës, ju e dini tani më mësuat, nuk marr të ha. Kam filluar që marr nga këto kavanozet edhe ha pak turshi, po shumë pak.
Se ju e dini ne pëlqim të turshive. Vazhdon akoma, edhe pas shtatzënis janë po e njëjta me turshit. Ja, tani për shembull dua prap turshi. Kur të mbaroj emisioni kam një kavanoz me një turshi mix nga pema që është aq i mirë. Marr pak ujë, do më falni. Ndjes. Gjeni mos do dhe ti ujë? Unë vdisha, nuk e di ç'pas kam. Unë kam shishën time këtu, Katerina, po e kam këtu. Kam një shisha të vogël. Nuk kam ngrënë pica. Më larat. Shikoni. Dje bëra një lëvizje të vogël nga regjimi ushqimor, po ju betohem, kam ngrënë 2 copa shumë të vogla pinca romana. Ato janë të shëndetshme, Katerina, sepse ato nuk përbëhen, po, janë. Njëre të shëndet ishte me 4 djastrat, nuk ka ku, a ishte ndyrë pa parë. Po pjesa e brumit të pincës nuk është si pica, ka do me thënë tjetër përbërje, me miell orizi, me 3 mielra të ndryshëm, të cilat janë të shëndetshëm dhe shumë të tretshëm. Ke bërë mirë që ke ngrënë. Rregull, po. Sinqerisht kam ngrënë shumë pak. Edhe sallatë. Edhe sallatën madje shumë pak ëngrat. Po them shumë, vetëm të vërtetën, ti e di që them të vërtetën. Nuk e njeh asnjëherë. Forja ty. Ndërkohë tenxhera ka mbaruar, unë e kam fikur të heqja atë avullin e vet, presionin dhe në fund do ta shohim. Jemi gati me qepën, do ta shtrojmë këtu në jashtë sa mirë, do t'i japi shumë shije qepa, mos e neglizhoni për ta hedhur, sepse vërtet do t'i japi shumë shije. Ta fik tani apo Jo, kam punë sepse do të përgatis salcën. Do të hedhim vetëm një lugë gjelle prap vaj ulliri. Do të hedhim gjalp, 2 lugë gjelle, të cilat unë thuaj se aq kam këtu, se pjesën tjetër e përdora pjesën e parë. Direkt nga paketimi i erzenit. Erzenit, cili është 100 gram. 100 gram, shpon. Janë ato paketimet praktike që erzeni ka bërë aq mirë, edhe me gjalpin, edhe me kosin, me gotat e vogla, i ke super praktike gjithmonë në çdo ditë. Do t'i hedhim 2 lugë gjelle miell për t'i dhënë trashjen e salcës komplet. Tani do ta heqim lugën, do të marr telin. Ja, kështu e kemi ulë dhe pak temperaturën. Dhe do ta presim derisa të fillojë të krijojë pak si shkum gjalpi me miellin, që do të thotë që është gati. Ja, kështu. Duke e përzirë me tel vazhdimisht, ngjan me një bechamel në fakt, por nuk është sepse bechameli ka edhe vezë në përbërje. Dhe është shumë e thjeshtë, është me ingredient që të gjithëve na gjenden në shtëpi. Ja. Është momenti tani që të shtojmë ujin dhe qumshtin. Do ta rris pak fare temperaturën. Dhe derisa salca të jetë gati, edhe perimet do të kenë zirë aq sa duhet. Madje unë po them që t'i fikim këto perimet, Katerina, ka kaluar 7 minuta, po, nga momenti që kemi vendos, edhe t'i birë nxehtësia që më pas t'i marrë dhe t'i hedhë në tavë të gjitha. Ujë, qumësht, gjalp, miell dhe pak fare vaj ulliri për t'i dhënë shijen e duhur kësaj recete. Në gjithë të salcë do të shtojmë edhe kripën, nuk duhet mungoj. Dhe pak krip do t'a lëmë për t'ja hedhë perimeve në tërësi në tavë. Tani do të presim që të marri vlimin dhe të filloj të rëndohet dora kur ne e përzije me tel. Tregojnë që salca është piksur, po trashet dhe në fund fare tavës, pasi të hedhim perimet, pasi të hedhim dhe këtë salcën, do t'i hedhim djath. Djath mozzarella, çfarë t'ju gjendet juve në shtëpi, por djath që shkrin në furrë. Pra, jo djath kaçkavall, sepse ai nuk shkrin. Djath pice, djath mozzarella, mund t'i hidhni këto të ndryshmet e pastave. Çfarë t'ju gjendet aty për kollaj? Gjeni teksa ti duke u marrë me salcën. Po, unë po pres të bëj. Unë do bëj vetëm një kalim të vogël këtu tek Fino, sepse dua t'i kujtoj të gjithë miqtë tanë, mikeshat edhe miqtë tanë që na ndjekin edhe që gatuajnë, por edhe që merren me pastrimin e shtëpisë, se arsyeja për të buzëqeshur, sidomos kur bëjmë këto 2 funksione në shtëpi, është Fino. Edhe për pastrimin, edhe për gatimin. Në gatim, në fakt, e ndalemi thuajse çdo ditë. Na duhet për herë një produkt Fino. Letra aluminit, na duhet letra e pjekjes, na duhet telefoni. Të mos harrojmë edhe jo vetëm për gatim, por edhe për ambalazhim mund ta përdorim letrën e aluminit kur marrim ushqim me vete. Nga ana tjetër, sa i përket pastrimit, kemi sfungjerët e mrekullueshëm, mes të cilëve edhe këtë që është ekologjik. Green Life është produkti nga Fino që do doja të ndalesha sot, i cili është i tëri me fibra natyrale, siç mund ta shikoni edhe në paketim.
Dhe kjo na bën që të jemi jo vetëm me pastërtinë e shtëpisë shkëlqyeshëm dhe larjen e enëve shumë të thjeshtë, ruajtjen e butësisë së duarve, një produkt afatgjatë dhe efektiv, por edhe konform mjedisit. E gjeni edhe në version të madh, e gjeni edhe në këto që janë më të vogla, me 2 njëherësh, keni edhe këto për prakticitet në kapjen në duar, secila pastaj karakteristikat i ka të përshkruara edhe në paketim. Pjesa e butë është e gjelbra dhe pjesa e fortë që është natyralja, sponxher natyral, siç e shikoni është pikërisht kjo dhe janë fantastik. Janë fino, ç'të them më tepër. Fino, arsyeja juaj për të buzëqeshur. Kremi është gati. Ja, besoj do duket. Vetëm e kemi përzirë në një temperaturë pak mbi mesataren dhe më pas e fikim, sa fillon krijon këto si që e lët pjesën e telit në tenxhere, e fikim pjesën e plitkës dhe është gati receta për të bërë montimin. Në të cilën do të hedhim perimet, do të më duhet të marrë një lugë të madhe. Pra qepa është shtresa e parë, tani do merrem me perimet që janë zier me avull në mënyrën më të shëndetshme për të ruajtur vlerat dhe kjo vërehet në fakt që tek ruajtja e ngjyrës dhe formës së vet perimeve. Për shembull brokoli dhe lule lakra, siç do t'i shikoni, janë perfekte në zierjen e tyre në këtë rast. Po, aq sa duhet. Edhe në furrë do t'i lëm vetëm 15 minuta, jo më tepër. Do t'i shtrojmë, qepa do t'japi shumë shije vërtet, sepse në çdo gatim në fakt, dhe këtu, prandaj kam prerë trash që edhe të ndihet, edhe t'japi atë të duhurën, butësinë dhe ëmbëlsinë që ka qepa. Pastaj, kur kjo të pritet, të ftohet, normalisht duhet të ftohet që të konsumohet, do pritet si copë. Do t'i hedhim edhe pak krip perimeve dhe do t'i bëjmë një të përzierë. Ja, kështu. Tenxhera nuk e shoh. Tenxhera ka mbaruar dhe e kam fikur, po, ka mbaruar. Ka nevojë të bëjmë gjë tjetër? Jo, asgjë. Ravullin këto jo. Jo, i ka dalë duke qenë se e kam fikë që para 5-6 minutash duhet i ke dalë vetë avulli, por do ta shohim më një herë pasi të vendosim këtë në furrë. Tani do t'i shton kremin sipër. Ja, kështu. Ky kremi do ta bëj shumë të shishëm. Po, do ta bëj shumë të shishme. Në fakt, kremozitet, një tavë tamam e shëndetshme, e shishme. E ka mbetur edhe djathim. Do t'i hedhim dhe sipër djathin. Për ta vendosur më pas në furrë. Sa do e vëmë dhe një herë Gjeni? 15 minuta në 180-190 gradë. Sa të marri atë perimet thuaj se janë të bëra, kështu që do atë ngjyrën e furrës tani, të ardhë për të bërë tamam, djathi do të shkri, kremi do të marri ngjyrën e pjekjes. Ja hedhim të gjithën djathin, sepse djath në brendësi nuk ka. Kështu që do të japi shije dhe vendosim në furrë. Do vendosësh Katerina, faleminderit. Të lutem. Në 180 ose 190 gradë për 15 minuta, që të piqet avash. Kjo ishte edhe receta e dytë. Dal nga dalë bëhemi gati për servirjen e të parës, ndërkohë shohim recetën e dytë me shkrim. Përbërësit që na duhen. Për këtë recetë, shumë praktike, po idealisht të zierja me avull tek pajisja që Gjeni na prezantoj edhe një herë tjetër sot, ju duhen një brokoli, një lule lakër, një karrot, një qep, vaj ulliri. Për kremin, 2 lugë gjelle gjallë, 2 lugë gjelle miell, 200 ml lëng pule, gjysmë gote qumësht, pak krip dhe djath mozzarella të grirë si çepat, një djath pra të mirë që shkrin edhe që jep shijet mrekullueshme tavave. Kjo është tava me perime që prezantoi Gjeni, ku faza e parë u realizua me ziersin me avull që është vetëm 3.500 lek nëse porosisni tani nga 5.000. Në 069 944 24 25 vazhdoni me porosit edhe për LD Premium që e përfitoni për 9.500 lek bashkë me grirësa në dhuratë.
Tani ne do të shohim se si është përfunduar receta e parë. Këtu na shoqëron dhe faqja e Instagramit ndërkohë me informacion, edhe aty mund të porosisni siç kemi thënë, dhe të shohim pak rizoton. Atëherë, unë këtu me butonin e kuq tek valvula e shtyp vetëm një herë për të parë a ka avull më apo jo. Dhe këtu duket që nuk ka avull dhe është gati për të hapur, sepse tenxheria është me presion, normalisht nuk hapet nëse ka presion akoma brenda. Dhe aroma njëherë që nga fantastike. Edhe edhe gatimi do ta shohim të servirur. Duhet jetë me lagështir risotto. Ja, kështu. Aroma shumë e mirë, zierja perfekte, edhe jo e kaluar. Nuk mund ta vini më shumë, sepse do të iziheshin të gjitha perimet, orizi. Është perfekt i zier, duket me sy. Aromën e ka nga peperonit, ju them të drejtën, aq të mirë. Aq vështirë të rezistosh kësaj arome. Nga fix. Ja, kështu u bë kjo recetë. Dhe sugjerohet që për receta të tilla, të cilat kanë në përbërje oriz ose makarona, siç e thash dhe pak më parë, të gatuhen në moment. Pra nëse ju doni që të vini nga puna dhe ta gjeni gati, sepse orizi normalisht duke ndonjëherë e thith lagështin, ashtu sikurse edhe makaronat e ndryshme. Kështu që në moment kjo 12 minuta gatuhet shumë shpejt. Kështu sugjerohet, po secili bën si të doj pastaj. Dhe e keni shumë të shijshme një recetë për ta përdorur gjatë javës ose në fundjavë, kur të doni ju. Absolutisht, edhe me shumë pak përbërës, pa u shpenzuar, pa shumë blerje, po të gatuar mirë, thjesht, shkurt, pa shpenzuar energji elektrike, pa shpenzuar kohë, e gjitha përfundon në këtë tenxhere në pak minuta. Ky është avantazhi i LD Premium. Një nga avantazhet, po themi të thëna kështu në mënyrë të përgjithshme, është pikërisht LD Premium që gatuan mrekullisht mirë. Gjenit, falenderoj shumë për ofertat dhe për recetat. Faleminderit ju, Katerina, kënaqësi. Do të ndjekim Gjenin edhe në Instagram dhe në Kenwood për ndryshime, oferta, postime deri në datën 31 maj, meqense ka ulje, atje postohen vazhdimisht produktet shoqëruar me informacion dhe do të shohim nëse ka ndonjë produkt tjetër që mund të marrim rrugës. Tani këtu ne nuk mund të prezantojmë të gjitha. Atje ka pafund, thjesht shikoni faqet. Faleminderit shumë që ishim me ne. Pafshim, takohemi përsëri. Sigurisht, Olti në vutre se vezullon nga largë dhe njihni fare mirë, është mik i programit. Faleminderit shumë. Olti, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Dhe Sergina Neziri, e cila sot është për horoskop me ne. Faleminderit që jeni këtu. Mirëmëngjes, Linda. Mirëmëngjes, Katerina. Dy gjëra interesante në këtë të premte. Po, fillimisht do jetë Olti për të na treguar disa maska për mbrojtjen e flokëve nga dielli, duke qenë se tashmë jemi në fund të pranverës, sa i përket muajve mund të themi se edhe koha s'po mban shumë mirë. Po merret vesh tamam, është vjeshta, është pranvera, është verë. Me ditë na ndryshon, Stina. E rëndësishme është që ne të kemi këshillat dhe të marrim informacionin e duhur si të kujdesemi për flokët, si t'i mbrojmë e mbi të gjitha me maska natyrale që mund t'i përgatisim në kushte shtëpie. Ndërkohë më pas do vazhdojmë me horoskopin, si gjithmonë do jetë në Skype për Santi Kalogeri që do bëj përshkrimin dhe një panoramë se çfarë do ndodh javën e fundit të muajit të majit, dhe po ashtu dhe me Serginin që është në shenjën e Luanit. Luan me ascendent Luan, Katerina. Au, të dyja bash. Dyshim fare. Një Luan 100%. Atëherë do të pyesim pak Krisantin për këtë. Unë do kisha dëshirë në fakt që t'i japim edhe datën e lindjes gjatë publicitetit. Po, si kam thua? 12-8. Më s'ka problem. Ndjemi sa të shkojmë publicitet tani, t'ja japim pak datën se ai di çfarë bën, edhe pse asaj duhet normalisht për kushtim për ta bërë leximin, i hedh një sy hartës live dhe kam shumë dëshirë ta dëgjoj se çfarë do na thotë. Dhe unë gjithashtu. Pas pak do ta bëjmë këtë gjë. Publicitet, kthehemi për pak minuta. Jemi përsëri bashkë. Na kapi kolla. Këshillat e Oltit. Janë ato këshillat e cilat janë super praktike. Në fakt, për këto maska gjithmonë Olti kujdeset që të jenë produkte që ju gjeni shumë lehtë. Edhe këto që kemi sot në tryezë, janë ato që në kuzhinë janë për Patjetër, po janë të aksesueshme. Tani do flasim në këtë rast, këto maska për ruajtjen, mbrojtjen e flokëve nga dielli. Meqense ekspozimi është më i lartë tani, dielli më i nxehtë,
arrin të bëj dëm edhe dielli, ëh? Por flokët nuk është se ne na digjen vetëm në sezonin e verës. Në verë shfaqen edhe më shumë akoma. Floku digjet pothuajse gjithë vitin sepse ka të bëjë shumë me mirëmbajtjen e tij. Nëse do kenë flokë të thata, vajzat fillojnë i bien dhe pjastër sipër. Normalisht që dëmtimi është edhe më i madh akoma se sa dielli. Qartë. Mirë po, teknikat, tendencat e reja të sotmet, kuptohet, vajzat kanë filluar që duan të mirëmbajnë më shumë veten, ose dhe zonjat, kushdo. Mendojnë që vetëm thjesht duhet i pjastrojnë, duhet bëjnë modele tilla, duhet i lyejnë sa më shumë, por harrojnë pjesën tjetër mirëmbajtjen e saj. E drejtë. Kështu që mirëmbajtja është ajo gjë më e domosdoshme, mendoj unë, dhe nuk është se na digjen vetëm në verë flokët. Në verë ndoshta demonstrohen dhe kuptohen edhe më tepër akoma. Patjetër, shumë e drejtë. Në këtë analizë që bëre bie 100% dakord edhe unë që flokët digjen me pjastrën, me tharsën, edhe tharsja mjafton, ëh, për Kështu që patjetër, pa diskutim që po. Po ne u ndalëm me idenë që sezoni verës është përpara, kështu që po e transmetojmë në këtë formë. Megjithatë për flokët e dëmtuar do ishte perfekt ta quanim edhe me kaq, është e mjaftueshme. Atëherë, ne sot kemi sjellë 2 maska për mbrojtjen e flokëve. Kuptohet që duhet bëhen javë për javë njëkohësisht nga vajzat. Ne kemi shumë që na ndjekin ndërkohë, sepse mua më shkruajnë her pas here. Dhe më pëlqen kjo gjë që na ndjekin dhe jashtë trevave shqiptare, kuptohet. Sot kemi sjellë maskën e parë, që është me vaj ulliri, me vezë, vezën totale, jo të ndarë, dhe me mjalt. Tashi, ta ndajmë, po hedhim vezën komplet tek ena jonë. Do të hedhim 2 lugë vaj ulliri. Kjo pjesë ndahet, kuptohet në pjesën e sasisë së flokëve. Do të hedhim edhe mjalt, po mund të shtojmë patjetër nëse janë flokët e gjata, edhe të dendura. Po jedh edhe 1 lugë mjalt. Po jedh për të demonstruar. Po. Raja e vezës, ti ma the edhe pak më parë që është pak më e vështirë për të rrahur. Plus edhe mjalti duhet jetë pak më i shkrirë, e kupton? A di çfarë do ishte më praktike akoma që t'ja japim si këshill teleshikuesve, se ne këtu tani nuk do ta bënim atë gjë në blender, eksakt. Ne për të mos bërë dhe zhurmë dhe rrëmuj, thjesht për ilustrim më shumë, po ndalemi kështu në një enë. Megjithatë, kush ka mundësi në një blender e bën këtë shkurtim. Kjo të rrahur, komplet fort, kuptohet. Derisa të bëhet në masën e saj kremoze, vaj ullirit është shumë ushqyes, kur ndërkohë përzihet edhe me vezën. Vezën, po. Plus edhe mjalti ka vlerat e veta. Vaj ullirit bën një hidratim të shkëlqyer të lëkurës, kështu që njësoj vlen edhe për flokët. Dhe mirë është edhe atë ta përdorim her pas here, sidomos në zonën e majave të flokut, ndoshta kjo maska apo në tërësi që nga rënja. Gjithmonë në tërësi maskat. Sepse këto pretendohet që janë organike, dhe në kohën që këto janë organike nuk është se na krijojnë yndyrë në flok. E kemi demonstruar një gjë të tillë, kuptohet që duhet rrahur edhe më fort akoma, por ne po e demonstrojmë vetëm për të treguar tek shikuesit tanë. E marrim dhe e lyejmë me një furçë flokësh, siç mund të lyejmë flokët tona me bojë. E marrim dhe e krijojmë nga rënja deri në fund të majave. Fillojmë dhe e mbajmë gjysmore 45 minuta, dhe më pas fillon dhe e lani një larje më se normale, larje me shampo dhe më pas shumë pak zbutës për majat e flokëve. Kjo është e mirë të përdoret javë për javë, Katerina, dhe ndërkohë do të shohin që do kenë një shkëlqim tjetër në flokë dhe një mbrojtje shumë të madhe. Perfekte. Fillojmë te maska e dytë? Dhe Jaku i kam edhe përbërësit për tjetrën. Përbërësit e tjetrës janë një bardhë veze. E hedhim për ta demonstruar. Kemi majonezën. Majoneza bën ushqimin më të mirë të flokëve. Tani këtu më habite, kur e pasë përbërësit në listë. Po, dhe përzierja e parë është me vezën, dhe ndërkohë veza është përbërë dhe nga majoneza është përbërë dhe nga veza. Eksakt. Madje në një film. Po ka edhe limonin edhe patjetër. Në një film më përpara të Julia Roberts e priti umën, ajo kishte lyer kokën komplet me majonezë dhe e mbante dhe i bënte një trajtim vite shumë më përpara. Ne ndërkohë po i procedojmë sot këtu në Shqipëri. Jedhim 2 lugë majonezë. Kjo është sa për demonstrim se kos mund të jetë në një filxhan. Pra në varësi të gjatësisë flokut me kosin në këtë mask mund të luajmë. Mund të jetë një filxhan kafeje kos. Okej. Kurse tek e para ishte me vajin e ullirit që mund të luajmë. Tek e para me vajin e ullirit, po. Okej. Kurse për mjaltin një lugë është më se normale. Perfekte. Duhet ta trazojmë përsëri dhe këtë. Ja, derisa të bëhet një mas kremoze. Të ndihmoj unë?
Duket që nuk gatuan ti, Olti. Po, nuk gatuaj fare, nuk di asnjë gjë. Pas një vezë duke rraur. Jo. Ja, kështu. Dhe u bë masa e tëra. Kjo është. Po, kjo është masa kremoze. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe me këtë. Do ta lyejmë nga rënja deri në fund të flokëve, të bishtave të flokëve. Kjo përdoret edhe për flokë të shkurtra, sepse ndonjëherë presupozohet që ne i themi dhe pretendohet vetëm për flokë të gjata, dhe flokët e shkurtra janë të dëmtuara. Për zonjat që bëjmë flokët me fije, që i kanë bjonde, pa diskutim që kjo rekomandohet shumë edhe për flokun e shkurtër. Këtë do ta mbajmë 30 minuta në flokë, mund të lidhim gjithmonë pasi kemi lyer flokët me maskë, mund të lidhim një qese në flokë, që kjo të filloj të bëjmë me të na djersisë. Dhe në kohën që kjo djersit, krijon një mbushje më të mirë të flokëve nga brenda, që flokët mos ta mbesin të thata. Perceptimi është edhe më i shpejt i maskave kur ti lidh një qese në flokë. Shumë mirë. Merrni nga ato maskat që janë Po, enkas. janë ato qeset e vogla që vjen si kokore në kokë dhe janë më se të duhura. E keni dhe të shoqëruar në ekran informacionin se përket kësaj maske të dytë, pra të dyja maskat janë maska natyrale për të mbrojtur flokët nga djegja, për t'i ndihmuar dhe për t'i trajtuar ashtu siç e parashtroi që në fillim Olti, sepse gjithmonë është e nevojshme të kujdesemi për to, dhe këto janë forma praktike dhe ekonomike. Sigurisht variante ka plot, dikush tjetër mund të pëlqejë të bëj blerje, nuk e di, ti trajtoj në sallon, të Olti ka plot mënyra, por këto janë në versionin e këshillave shtëpiake që ju javë për javë, për qefin tuaj, në kohën tuaj të lirë, të bëni ndonjë nga maskat që i gjeni në YouTube. YouTube. Pushim, mund të zgjedhin. Po, pra kujdesesh për veten. I shohin maskat tona në YouTube që ne themi dhe normalisht që i bëjnë. Absolutisht. Sepse unë e kam të testuar se sa herë që më vinë zonja apo vajza më thonë që jam duke bërë maskën që ti ke dhënë te Katerina, më thonë. Bëhet shumë qefi dhe ju falenderojmë shumë për këtë. Faleminderit shumë, Olti. Faleminderit juve. Nëse që ishim përsëri bashkë për të tjera këshilla. Tani do të shkojmë në publicitet. Olti, sa dritë më bën këtu, prit, është tërë dritë. Jo, më vjen mua tërkohën edhe shumë e bukur. Mendoj për të ardhur tek juve sa më i përruar. Gjithmonë. Është koha për publicitet, kur të kthehemi do të jemi me Krisanthin, do të jemi me parashikimin e javës së ardhshme dhe me të ftuarën tonë, e cila është Luan me ascendent Luan, Regina. Do ta diskutojmë me Krisanthin pas pak. Faleminderit. Faleminderit. Rikthehemi përsëri bashk, tani për të vijuar me horoskop. Siç bëjmë çdo të premte me Krisanthi Kalojerin, astrologen tonë të dashur, e cila është çdo herë prezente nga Greqia, atje ku ajo jeton edhe punon, pedagoge, dhe gjithashtu astrologe për pjesën tjetër të ditës, për te mësimdhënies. Ajo është e gatshme gjithmonë të mirëpres këdo nga ju edhe përmes Instagramit, ku mund të shihni postimet e saj dhe ta ndiqni. Po ndërkohë ne do të jemi si për herë në lidhje Skype për të dëgjuar parashikimin e javës së ardhshme dhe gjithashtu 2-3 fjalë për Serginën. Krisanthi, nëse të kam, mjaku është. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë, ja, në punë, në krye të detyrës si gjithmonë. Po, të gjithë. Puna përveç se është burimi të ardhurave dhe jetesës tonë, për mua është një terapi, njeriu përmes punës, është tamam terapi, nuk kam... Sidomos puna jote është e tillë, kam përshtypjen që të ndihmon edhe ty përveç se kënaq të tjerët me parashikimin. Është pak e lodhshme puna ime dhe më kënaqte shumë kur unë e kisha si hobby. Domethënë më kënaqte jashtëmase, megjithatë do thoshja që astrologjia ndikon shumë për njohjen e vetvetes dhe duke njohur vetveten ne kemi mundësi të përmirësojmë veten dhe jetën tonë. Ky është dhe synimi i saj. Sot kemi një të ftuar e cila është piktore skenografe, Sergina Neziri. Sergina është shenja e Luanit me ascendent Luan. Nuk e di nëse patë kohë se të tham në minutë të fundit, ti hidhje një sy hartës. Nuk është vetë se shenjë Luanit me ascendent Luan, është dhe me hanën e Luan, është një luaneshta, nuk e din që më duket të përdorin të fjalë, është një luaneshtë vërtet, është një luaneshtë vërtet, shumë Luan, i përshtatet shumë puna që bën, një punë kreative, nuk mund të shprehë ndryshe përveç se kreativitetit dhe anës artistike, për arsye se ka dhe një Mars
në shenjën e Dashit, kjo e bën akoma e bën më të zjarë dëshirën e saj për krijim dhe për atë fantasin, plus në disa aspekte që ka Mërkuri saj, cili është dhe ai në shenjën e Luanit, në lidhje harmonike me Saturnin, Uranin, kështu që bën puna e saj, përveç se ka të veçantë, ndryshe nga të tjerët, prototipin, do me thënë ka diçka që ndryshon, ka dhe është klasike që ndron kohës, ka karakteristika shumë pozitive. Në një fazë ndryshimesh është, ka bërë shumë ndryshime në vitet e kaluara, por është dhe në fazë ndryshimesh tani, dhe sidomos në qoftë se ora që kam është sa më afër saktësisë, është në një fazë që do të bëjë ndryshime në jetën e saj, çfarë ka të bëjë me bashkëpunimet dhe me marrëdhëniet, qoftë këto marrëdhënie personale, qoftë këto marrëdhënie dhe bashkëpunime profesionale. Është, le të themi në mënyrë metaforike, është e shkruar që të shkëlqej, dhe do të ketë ndryshime këto 2 vitet në vijim. Madje do të thoshja disa ndryshime do t'i ketë me eklipset e 2025-ës dhe në shtator, po dhe të 2026-ës, dhe në 2026-ën me 2027-ën do t'jenë, do me thënë 2026-a në pjesën e 2 të saj dhe gjithë 2027-a do të ketë mundësin jo vetëm të ka shanse, po dhe ti përforcoj ato, pra ti vë në baza që ti durojnë kohës. Unë do t'ja vetëm një shkas, një nxitje, ndryshimet që do të keni do me thëmë duke filluar, ndoshta dhe nga kjo pranvera, jo ndoshta sa, kishte ndryshime në mars dhe në prill ndoshta e kuptuar, ndryshime në shkurt, në mars, në prill, ndoshta gjëra që kanë të bëjnë me punën, me planet për të ardhmen, ndoshta gjëra që kanë të bëjnë me jashtëtetit. Nuk e di për arsye se Mars ishte në shtëpinë e 9, në qoftë se ju preokupon dhe diçka që ka të bëjë me çështje ligjore, me studime, po sakt ka të bëjë me punën dhe me të ardhmen tuaj. Që u vë pak në një mendim, kujtoni pak ndryshimet që u bë në jetën tuaj para përsisht 18-19 vjet që këtej tutje pas, ku ndoshta hasë disa sfida, po këto ju quan përpara. Një shije të tillë do të keni. Po, Kristanti, po të dëgjojmë. Thjesht ngacmova pak Sergilën, po. Një shije të tillë do të keni, megjithatë do të thoja që një diçka që duhet të keni kujdes në përgjithësi në jetën tuaj, për arsye se jeni lindur në pak para një hëne të re që bëhet në shenjën e Luanit, keni tendenca për të mbyllur kapitull në jetën tuaj, kapitull të cilat i mbyllni ju vetë. Do të thënë, ju kërkoni shumë nga jeta, të mirë bëni, më të kujdesshme, pak në këtë anën e marrëdhënieve dhe të jetës tuaj emocionale. Sergina, do të bësh në një koment ndërkohë? Jo, po e dëgjoj me vëmendje, se shumë e sakt në gjitha të çka tha, shumë e sakt. Pra nëse më dëshiron ti të na tregosh edhe sa i përket aspektit profesional më shumë, nuk po kalojmë tek personale, se ato janë ashtu siç e kanë emrin, personale. Fakt, për sa i përket profesionalisht ndryshimet dhe bashkëpunimet, ndryshimet e mia kanë qenë vërtet ashtu si kundër ajo tha. Në ngritje kam qenë. Gjatë gjithë kësaj periudhe unë kam qenë në ngritje. Je hutuar. Po e dëgjoja me shumë vëmendje në fakt sepse po më përshtatej shumë. Po bëhet fjalë për Luanin, për shenjën time. Që ti e doje pa fund. Po e dua shumë pa fund, sepse jam Luan, dhe nuk kam ndryshuar, vëre që
që nga fëmijëria deri më sot unë nuk kam asnjë ndryshim në personalitetin tim, në karakter. Do të them, vazhdoj të bëj të njëjtat gjëra, kam të njëjtën rutinë. Sepse nëse këtë mbylljen e dyrave pjesë tënde? Po edhe këtë, sepse jam natyrë impulsive. Kjo më dominon pak. Për momentin marr zjarr. Pastaj filloj qetësohem, ulem. Është ajo, jam shumë krenare dhe për këtë arsye ndoshta jam dhe natyrë që nëse marr vendime, ato vendimet nuk them më pas. Do të thënë i përllogaris ndoshta shumë mirë, por që nuk them pas. Është çështja e krenarisë, besoj që nuk më lë më të bëj hapa pas, por vetëm të eci përpara. Dhe prandaj po e ndiqja me shumë vëmendje. Je ndjerë e fituar me këtë reagim që ti ke, apo e ke kuptuar në fakt që ke patur edhe humbje gjatë jetës, por ama përsëri krenaria është e para? Jo, në fakt, deri më tani mendoj që kam fituar, nuk kam humbur. Nga vendimet që kam marrë, mendoj që unë kam marrë vendime për të shkuar përpara, për të ecur përpara, për ngritje. Më thënë, mos të rrinë në vend. Natyra ime është natyrë kreative, është natyrë që do gjëra të reja, do që të hulumtoj, do që të ngrihet. Nuk mund të qëndroj në një vend me njerëz pasiv, po jam shumë kërkuese. Jam kërkuese ndaj vetes dhe ndaj personave që kam rreth rrotull. Nuk mund të qëndroj me persona të cilët janë pasiv, nuk bëjnë përpjekje për të ngritur ose për të ecur para. Do të thënë, besoj që vendimet që kam marrë kanë qenë vendime të marra drejt. Kristanti, nëse më dëshiron të shtosh diçka tjetër, apo? Po, dua të shtoj diçka tjetër, sidomos po e theksoj dhe njërë, në qofse ora që sapo më dërgoj para një qerekore Ermelinda është sakt, në jetën tuaj do hyn njerëz të fuqishëm që do t'ju shërbejnë qëllimeve dhe synimeve tuaja, të jetës tuaj sociale, dhe të theksoj dhe tjetrën, në qofse jeni, si të themi, e lirë, jeni beqare, jeni në një marrëdhënie, nuk e disdi asgjë, si nuk dëgjova. Beqare. Jam beqare, po. Do ndryshoj statusi juaj social. Madje mund të thoshja që jeni gati të ndryshoni statusin social, do hyjë njerëz të rëndësishëm, por dëgjoni diçka. Është në dorën tuaj deri në një farmase që ju t'i mbani, e keni jetën në dorë, si të the. E keni ju jetën në dorë. Ju e mbyllni këto kapitull kur i mbyllni, dhe tjetra do të keni një ndryshim më të madh në jetën tuaj shumë vite më vonë, le të themi pas 10 vjetësh nga sot që flasim, ku aty do të keni një mbyllje, një ndryshim dhe një rifillim të ri. Por nuk do shkoj kaq larg, le të qëndrojmë te këto që tham tani. Në përgjithësi, duhet gjithnjë të bëni një punë kreative, gjithnjë të bëni diçka që t'ju mbaj të ndezur dëshirën dhe zjarrin për jetën dhe për dashurinë. Dhe kur flas për dashurinë, nuk flas për dashurinë me një person. Kryesorja është dashuria që kemi ne për jetën. Ju sa herë do ta keni këtë në jetën tuaj, dhe anë emocionale do shkojë mirë. Le të themi kanalizojmë atë energji në një aty ku duhet kanalizohet. Perfekt. Ne do të bëjmë një shkëputje tjetër publicitare dhe kur të kthehemi me Kristantin do të dëgjojmë klimën e javës dhe parashikimin për 12 shenjat. Mirë Kristanti, e bëjmë kështu? Po. Publicitet. Rikthehemi. 2-3 fjalë me Serginën do doja përpara se të hidhemi me njëherë te klima edhe te parashikimi, pa marrë shumë kohë nga parashikimi që është më e rëndësishmja. Sergina, më the para se të hynim në transmetim se e adhuron astrologjin. Pra ti gjithmonë lexon horoskop, do të dish sidomos për shenjën time. Dua të njoh mirë veten time, dua ta kem veten time nën kontroll, dua të di të metat e mia që ti kontrolloj. Për vetëm se të mirat që shenja Luanit në përgjithësi ka, sepse janë shumë pozitiv. Mbretërit e zodiakut. Është mbret, po, është mbreti. Shenjë do më thënë që paka shumë shkon me të gjitha shenjat, sepse do të qëndroj si mbreti i xhunglës. Po me gjitha të ka një shenjë që shkon më shumë me diçka më pak me një tjetër. Shenjat e zjarrit, në përgjithësi shkon shumë mirë me shenjën e dashit, ka një lloj afrimiteti me shenjën e dashit, pasi që janë në të njëjtat ujëra, do të kuptohen shumë mirë, duan të njëjtat gjëra, janë kreativ,
njësoj, kërkues njësoj, duan shkëlqimi njësoj, po ka një problem që skenën duhet të jenë, do më thënë, komunikus që ta ndajnë bashkë, se ndryshe nuk bëhet. Po Luani di ta ndaj. Por Luani di ta ndaj, po, është e vërtet, Luani di të ndaj gjërat, sepse nuk do që të preki në sedër askënd, është shumë i kujdesshëm, pasi e ka shumë problem ta preki në sedër, dhe shenja e peshores në përgjithësi është shenjë që Luani e do shumë, sepse pikërisht për këtë arsye nuk e prek në sedër. Dhe kë nuk e do shumë një Luan? Cilën shenjë? Nuk është se nuk e do shumë, por është pak skeptik për shenjën e akrepit. Janë shenja, do më thënë që edhe i tërheq, sepse janë shenja të zymta, të errta në vetvete, dhe nuk të shfaqen dhe Luani do të di më shumë, do është rreth personave të tillë tërhiqet nga e padukshmja, por në përgjithësi nuk kanë tërheqje shumë të fortë. Interesante kjo lloj analize e Serginës në lidhje me marrëdhënien që ka me shenjat e tjera të horoskopit, veçanërisht shenja e Luanit, pra që është shenja e saj në përgjithësi me shenjat e tjera. Ka shumë mirë me Luan është perfekt. Se kisha dëgjuar ndonjëherë. Me gjithë hënën. Se Luan por 10 ditë i dytë i shenjës së Luanit. Në përgjithësi unë tërhiqem vetëm me 10 ditët e dytë, domethënë që jam sepse kanë të njëjtat karakteristika. Nuk e dash ka shumë Luani Sergina. Po, duke shenja. Ashtu nuk e dua kaq shumë nga forren. Jo, e dua vërtet shumë se mua s'u duket kur e takova për të parë sot, duket shumë, domethënë Luan ose Luan dhe gjithësi, po, se Luani ka shpërtimin. Po, ka shpërtimet e veta, është vulkan. Në fakt edhe unë Luanët që njoh janë të heshtur. Nuk sepse janë nderës të mirë. Po, ata reagojnë, janë si puna e vulkanëve. Duan të jenë në habitatin e vet, ta njohin mirë terrenin, studiojnë mirë terrenin. Po shpresoj ki kujdes nga një Luan. Është zjarri vërtet. Të paktën unë kam kuptuar nga njerëzit e mi, po janë në përgjithësi të tërhequr, po me krenarit madhe. Po, 5 minuta i kanë edhe ato shpërtimet e veta, se pastaj janë kaq të ndjeshëm se të marrin me të mira, nuk mbajnë kurrë më ri kurrin atë. E nuk e di tani, ndoshta dallon edhe gjenia mashkull me femër të Luani, po unë i kam meshkuj ata që njoh. Por nëse të bëjnë stop një herë përgjithmonë. Këtë doja të doja, pra nëse ndërpresin fije... E ka ndërprer një herë përgjithmonë, sepse atë fjalë që nxjerrin nga goja nuk e tërheqin më kurrë pas, i qëndrojnë besnik deri në fund fjalës tyre, mendimit të tyre, domethënë nuk i kthen më. Kjo është një pjesë e ngjashme me gaforen, por ju dalloni shumë. Një gafore mund edhe të rikthehet në një pikë. Ka një fije tolerancë, bën atë tentativën për t'u afruar. Pisanti ndërkohë që dëgjon edhe thotë kur bëjnë si eksperte këto moj. Po unë gjithmonë këtë analizë e bëj me çfarë kam mësuar vetë nga Kristanti, kemi gjitha këto. Kështu më zhdukur mua, Kristanti, nuk e di tani, dhe mund gaboj. Qetësia Luanit, sidomos në rastin tonë të ftuarës e zonjushes, ka të bëjë me sigurinë, sepse një njeri që është dielli në Luan, ascendenti Luan, hëna në Luan, në shtëpinë e parë, dhe me hartën dhe loto fortune, prap në shtëpinë e parë bjem të gjitha këto, kjo tregon që ka një vetë besim të përshkuar. Kur njeriu ka një vetë besim, është i sigurt për veten. Kur njeriu është i sigurt për veten, nxjerr një qetësi. Domethënë çdo gjë, çdo reagim ka një filosofi pas asaj. Asgjë nuk është e rastësishme. Plus që ka një Mars shumë të mirë, atje bëhet pak Mars impulsiv, se është në shenjën e dashit, këtu duhet të. Tu kemi një krenari shumë të theksuar, dhe në thojza negative që do të thoshja, është që ndonjëherë ju duhet jeni shumë e kujdesshme se duke vlerësuar më tepër krenarin tuaj, duke vlerësuar më tepër në thojza egoizmit, o që ndonjëherë njerëz jemi të gjithë, kemi ndonjëherë dhe atë egoizmin e së mund të prish një marrëdhënie, ose të prish një punë që më vonë mund t'i mendoni, pra vetëm këtu do të thosh unë pak kujdes. Se ndoshta kemi ndonjëherë varet në çfarë jetë e gjendemi, një krenari më tepër se sa thuhet.
Kjo mund të na udhëheq në vendime të gabuara. Ndonjëherë duhet të hapim rrugën. Ta ulim pak krenarin ton, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhënie që prekin direkt interesat tona. Kërkohet një diplomaci. Eksakt. Mirë, hidhemi... Ju jeni, dhe e fundit e mbylla, ju jeni ajo që thatë kur unë ul grillat, perden, vendos fundin, është dhe fund, për arsye sepse keni Plutonin në gradën 9 të akrepit, që se nuk bëj gabim se kam për para dhani kam, e cila hëna dhe dielli dhe ascendenti, pavarësisht se janë larg gradës 9 të akrepit, bëjnë një lidhje jo harmonike. Kjo bën që ju të merrni vendime të prera. Pra ngjyrose dhe hëna dhe dielli, ascendenti nuk bëhet fjalë, nga aspekti që kanë me Plutonin, kështu që ju vendimet kur i merrni totalisht të prera. Bukur. Jemi pak konciz në vazhdim, Krisanti, sepse kemi pak minuta në dispozicion. Klima dhe parashikimin, po. Po, kalojmë në një javë e cila do t'jetë shumë pozitive, në çfarë aspekti? Në radhë parë nuk ka aspekte astrologjike negative, dhe Mërkuri bën disa aspekte shumë pozitive me planetet e ngadalta, që na krijon mundësi të kemi biseda, kontaktet e tatet, të marrim lajme të mira, të zgjidhim përmes bisedave dhe kontakteve, çështje që kanë të bëjnë me përditshmërinë tonë, me letra, me dokumenta, me marrëveshje, të bëjmë marrëveshje financiare, marrëveshje profesionale. Do të kemi, le të themi, mundësin të gjykojmë drejt, të arsyetojmë drejt, të thellohemi, por dhe do kemi dhe intuitën për të gjetur zgjidhjet e dura që na duhen fushat e jetës të cilat janë në qendjen e vëmendjes tonë. Përveç kësaj kemi një hënë të re në datën 27 në shenjën e binjakëve, e cila kjo hënë e re nxjerr në pa të gjitha ato që thash më lart, por dhe informacionet e dura, por dhe të dhënat e dura dhe këshillat e dura nga njerëz kompetent që do të na ndihmojnë në realizimin, plotësimin dhe zgjidhjen e gjithë atyre që na preokupojnë. Madje këto fillime të reja do të bëhen përmes korrigjimeve të situatës ekzistuese ose një fillimi totalisht të ri, i cili kërkon disiplinë, punë, sakrifica. Pra ky fillim i ri nuk vjen, nuk është pozitiv në kuptimin që më vjen një diçka e gatshme në pjatë dhe unë do ta marr dhe do ta çoj në tutje. Duhet që të kem suksesin dhe realizimet, të jem i organizuar, i disiplinuar. Dhe është dhe një fillim i ri shumë i mirë për artistët ku fantasinë e tyre mund të bëjnë në realitet. Dhe një ëndër mund të bëhet në realitet përmes sakrificave dhe punës. Dhe në të vërtet, kjo është dhe ka treguar dhe jeta që ëndra vetëm kështu mund të bëhen në realitet. Prandaj, gjatë gjithë javës, po dhe gjatë gjithë periudhës në vijim, për një muaj, e filluar nga data 27, dilni, komunikoni, takoni njerëz, sidomos këtë javën që vjen, mendoni, merrni laps, shkruani, organizoni, bëni takime për të gjetur të dhënat, informacionet, këshillat e dura që do t'ju udhëheqin në zgjidhje. Kjo është klima në përgjithësi dhe mund të kalojmë me një herë tek Dashi. Po, perfekt. Është një periudhë shumë e rëndësishme për ju. Kemi kaloni nga diela, po dhe kemi kaluar që nga kjo pranver në një fazë të re jete, ku përgjegjësia do të jetë më e madhe, ku vendimet që do të merrni duhet të jenë pak më të qarta dhe më të kthjellta dhe më realiste. Kjo do t'ju ndihmojë shumë në jetën tuaj. Megjithatë, shumë të kujdesshëm në këtë fazë të jetës tuaj duhet të jeni ju të lindurit në ditët e para të shenjës. Gjatë periudhës që vijon, nga data 27 dhe që nga kjo javë dhe për 15 ditëshin dhe gjithë
dhe 1 muaj, do të jeni në një lëvizje të vazhdueshme, do të bëni udhëtime të vogla, do të keni vizita, takime, biseda, disa herë, disa çështje do të ndjeni si një detyrim që ju duhet ta bëni dhe duhet ta çoni më tej. Kërkohet për ju nga ana juaj një organizim sa më i mirë i jetës tuaj, i përditshmërisë tuaj, i karrierës tuaj, ku duhet të ngreni gjitha barën e përgjegjësisë, të mos veproni në mënyrë impulsive, të kontrolloni reagimet tuaja gjatë gjithë javës, për arsye se ndonjëherë jeni njerëz entuziast, optimist, edhe ndonjëherë në entuziazëm e sipër mund të mos i mendoni disa gjëra, keni kontakte me njerëz të rëndësishëm, po t'ju japin shkasin i detve të dhënat që ju duhet. Lajme dhe fjalë pozitive do dëgjoni këtë javë dhe udhëtime në pjesën e dytë të javës, të cilat të udhëtime dhe jo vetëm gjithë javën, të cilat këto udhëtime nuk janë thjesht udhëtime për të kaluar, por janë udhëtime që do të ndikojnë në zhvillime të rëndësishme në jetën tuaj. Të kalojmë tek demi, preokupimi juaj do të jetë sfera financiare dhe pikërisht atje duhet të fokusoheni në periudhën që vijon. Do të keni mundësi të keni mbështetjen e dur nga njerëz, nga prindër, nga bashkëpunëtor dhe paralelisht duhet të fokusoheni se do të keni një përfitim. Pra duhet keni, le të themi, hapur, veshët hapur, antenat në lëvizje, që të gjeni vigjilent, që të gjeni atë shansin që do t'ju japë një shtytje dhe një përfitim financiar të cilën e keni shumë të rëndësishme për këtë periudhë. Paralelisht, shumë e rëndësishme do t'jenë dhe jeta jote emocionale, jeta juaj emocionale dhe sidomos ato që kanë të bëjnë me sigurinë tuaj të brendshme. Do të keni biseda dhe me njerëz të rëndësishëm që fjala e tyre ka ndikim tek ju dhe do të keni dhe shanse unike për të përfituar. Disa nga këto përfitime mund të vinë nga shfrytëzimi i pronës. Të kalojmë tek binjakët. Një fazë e re fillon për ju, më në fund nga diela data 25 do të ndjeni të çliruar dhe nga ndikimi sa kështu që le të themi një synimi ja keni arritur, jeni në një fazë ku tashmë dini çfarë ka ngelur në jetën tuaj, pra çfarë keni humbur, çfarë ju ka ngelur dhe tani është ajo periudha që ju mbi ato që ju do të ndërtoni, do të bëni gjëra akoma më të mira. Përfitoni veçanërisht ju të lindurit në 5 ditët e fundit të shenjës gjatë gjithë periudhës deri dhe në fillim të qershorit. Jeni në fazë rinovimi, në një fazë rinovimi total që ndoshta ky rinovim ka të bëjë me psikologjinë tuaj, por mund të jetë dhe një rinovim realisht dhe praktikisht. Marsi përfaqësuesi juaj kalon në shenjën tuaj dhe bën aspekt shumë të mira që do të ndikoj për të ardhmen tuaj, planet, afat shkura dhe afat gjata. Mendoni, zhvilloni intuitën, komunikoni, thelloni dhe gjeni zgjidhjet që ju duhen për këto fillime të reja, që do të ndikojnë pozitivisht në synimet dhe qëllimet tuaja. Të kalojmë tek gaforja. Është në periudhë ku duhet të veproni pak më në intimitet, pak më low profil, të mbani gjëra për veten tuaj, të gjeni kohën të çlodheni, të bëni plane për hapat tuaja të mëtejshme që do të jenë pas datës 20 qershor dhe të më besoni do të jenë shumë të mira, shumë pozitive për ju. Tani, në këtë periudhë, fokusoheni në jetën intime, në biseda me të afërmit, me prindërit tuaj, do të gjeni mbështetje reale dhe paralelisht do të keni shanse për jetën tuaj personale, për ju që jeni beqar dhe jeni në kërkim të një dashurie, ku një person do t'ju ndryshoj jetën. Gjithashtu, çështje lidhur me fëmijë
do të gjejnë zgjidhje gjatë kësaj periudhe. Të kalojmë tek Luani. Një periudhë pozitive për ju, një periudhë ku do të ndjeni entuziast, duhet të përqendroheni kryesisht në jetën tuaj sociale, pra të bëni shumë kontakte, takime, të pranoni ftesën, të gjendeni në evente ku ju ftojnë, përmes kontakteve që do të keni, do të ndikojnë në realizimin e synimeve, qëllimeve tuaja dhe në planet që keni ju për karjerën, jetën tuaj dhe për hapjet që ju doni të bëni për të ardhme, që ndoshta këto hapje kanë të bëjnë dhe me jashtëtetit, kanë të bëjnë dhe me plane më krijuese, më sidomos për ato plane që janë dhe spirituale. Pra keni zhvillime shumë pozitive. Do të merrni këshilla nga njerëz kompetent, ose nga njerëz me potent. Dhe disa nga ju mund të legalizoni një marrëdhënien tuaj, pra të vendosni për një kuror, ose të vendosni në baza të shëndosha një marrëdhënien tuaj profesionale. Organizoni me tuaja këtë javë dhe në fund të javës dilni, shëtisni, udhëtoni, bëni çfarë keni dëshirë ju. Të kalojmë tek Virgjëresha. Do të keni zhvillime pozitive në karrierën tuaj dhe pikërisht atje do të keni le të themi një ngritje në detyrë, pra mund të keni renovimin e punës, renovimin e karrierës tuaj, dhe për ju që keni punuar, do të keni një ndryshim dhe një ngritje në detyrë. Organizoni sa më mirë, organizojeni atë në detaje dhe jeni njerëz që dini ta bëni këtë, dhe është një periudhë ku do të gjeni përgjigje dhe zgjidhje të rëndësishme për ato që ju preokupojnë. Të kalojmë tek Viktoria. Një periudhë shumë pozitive për ju dhe jeni nga më të ndikuarit pozitivisht në lidhje me këtë anën e re që zhvillohet në shtënjën e binjakëve, ku këto zhvillimet pozitive favorizojnë planet tuaja për të ardhmet, planet tuaja fatgjat, planet tuaja për jashtëtetit, dhe planet tuaja për studime, për një çështje ligjore, gjeni mënyrën vetë të çliroheni nga pengesat e së kaluarës. Do të keni ndihmë dhe mbështetje nga familja ose nga njerëzit që ju ndani për ditëshmërinë. Do të keni mundësi të merrni ndihmë nga njerëz kompetent dhe njëkohësisht do të keni zhvillime shumë pozitive në lidhje me jetën tuaj personale dhe në lidhje me fëmijët në qoftë se ju okupojnë. Keni hyrë në një fazë të re jete, ku marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tuaj do të jenë në fokus të vëmendjes tuaj për vitet e ardhshme, ku do të hasni sfida, por do të keni mundësinë të merrni dhe vendime për atë ndryshuar jetën tuaj në këtë fushë në marrëdhënie dhe në bashkëpunimet tuaja. Të kalojmë tek Akrepi. Sfera financiare do të jetë në qendër të vëmendjes tuaj dhe flas për atë pjesë të sferës financiare që ka të bëjë me të tjerët, që ka të bëjë me bashkëpunëtorët, me bashkëshortin, me bashkëshorten, që ka të bëjë me ato kërkesat tuaja në lidhje me investimet që ju doni të bëni, me plane më të mëdhaja, të cilat do t'ju ndryshojnë dhe përditshmërinë tuaj. Pikërisht këtë javë do të keni mundësi të gjitha këto t'i vini në një, le të themi, në rrugën e tyre, dhe do të sjellin ndryshime në jetën tuaj. Fokusoni në një organizim sa më të mirë të përditshmërisë tuaj, të punës, ku do të gjeni dhe mbështetjen e dur dhe zgjidhjen e dur. Ndoshta një trashëgimi, ndoshta një shitje, një blerje, një pronë, çështje që ka të bëjë me një person familjar, do të marrin zgjidhjen e tyre dhe do të keni përfitim prej tyre. Të kalojmë tek Shigjetari. Një periudhë shumë pozitive për ju, ku ndikojeni drejt për drejt nga kjo hëna e re dhe nga shenjën e binjakëve dhe nga zhvillimet e javës që vjen, po dhe të gjithë periudhës që vjen, dhe do të keni shanse unike në marrëdhëniet, në bashkëpunimet tuaja, qoftë këto të jenë marrëdhënie personale
në jetën tuaj erotike, ku atje shikoj zhvillime shumë të mira, zhvillime në lidhje me fëmijët, me vendime që doni të meni në lidhur me to, por veçanërisht do të keni dhe takime dhe biseda shumë të rëndësishme për jetën tuaj personale, për dashurin, për një investim që doni të bëni, jeni shumë të ndikuar pozitivisht ju të lindurit në ditët e para të shenjës, ju do të shikoni avash disa gjëra të bëhen realitet dhe të marrin formën dhe të realizohen qoftë në lidhje me jetën tuaj personale erotike, por në lidhje dhe me veprat që ju doni të realizoni. Ftesa për evente sociale do të keni këtë javë, por gjithashtu dhe udhëtime do të ketë periudha. Kalojmë tek Britsjapi. Më të ndikuar nga zhvillimet në vazhdimsi dhe klasë, jo vetëm për këtë periudhë, por në përgjithësi, do të jeni ju të lindurit ditët e para të shenjës, ku do të merrni vendime në lidhje me karrierën, në lidhje me familjen, në lidhje me punën, në lidhje me pronën, me veten tuaj, me bashkëpunimet, pra me aksit kryesore të jetës tuaj, por duhet jeni dhe të kujdesshëm në të gjitha këto iniciativat që ju ndërmerrni. Të jeni të kujdesshëm më tepër me punën tuaj, me organizimin e saj, jeni shumë të përsosur dhe dini ta bëni këtë, erdhi dhe momenti që të realizoni akoma më mirë, por njëkohësisht do të thosha të kujdesni më tepër për shëndetin, për një mënyrë jetese sa më përshëndetshme. Mund të keni ndryshim në punë, në lidhje të cilat këto do të jenë, si të themi, të lidhura, do të jenë një hallk. Ndryshimet në përditshmërinë tuaj mund të sjellin ndryshime në shtëpi dhe në bazën tuaj, ose ndryshimet në bazën tuaj, në zyrën tuaj, në vendin atë, unë nuk e di si çfarë, do të sjellin dhe ndryshime në përditshmërinë tuaj. Qëndroni në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me familjen, jetën tuaj personale dhe njëkohësisht dhe gjitha këto që do të bëni do të sjellin përfitime financiare. Kalojmë tek Ujori, një periudhë shumë pozitive për ju, ku veçanërisht ju të lindurit në ditët e para të shenjës, ku jeni në një fazë ndryshimi rrënjësor, thelbësor, madje disa nga ju hasni dhe pengesa vështirësi, kemi disa ndryshime që janë rrënjësore, thelbësore dhe ndonjëherë Energjia ujore, ju lutem. Po, nuk vin lehtë. Gjithsesi kjo javë ju jep atë ndikimin dhe influencën pozitive. Kjo ana e re që zhvillohet në shenjën e binjakëve është erotike, krijuese për ju. Do të merrni gëzime nga të dashurit tuaj, nga fëmijët tuaj. Do të keni takime, kontakte të cilat do të ndikojnë pozitivisht për zhvillimet tuaja në lidhje me një gjë krijuese që bëni, në lidhje me një investim, në lidhje dhe me tuaj personale erotike. Do të keni përfitime financiare, do të bëni udhëtime me të dashurin dhe të dashurin tuaj, do shta dhe një udhëtim në lidhje me fëmijët. Vazhdoni të qëndroni diplomatik me bashkëpunëtorët. Peshqit, keni fillimet të reja në jetën tuaj personale dhe familjare. Më në fund u çliruat nga zhgënjimet, nga pengesat, nga sfidat, dhe tani do të keni një renovim të brendshëm dhe një ndryshim në shtëpi, një ndryshim ndoshta të përkohshëm të vendbanimit, mund të bëni një transferim, por njëkohësisht do të keni dhe përfitime financiar si rezultat të një organizimi që ju do të bëni. Në sferën financiare, vazhdoni të jeni parashikues, të organizuar dhe kujdes sidomos ju që keni ascendentin Peshq, sepse zhvillimet dhe vendimet që do të merrni tani në sferën financiare dhe gjatë gjithë periudhës në vijim flas për këtë periudhë, do të vendosin le të themi ndikimet se si do jenë financat tuaja në vazhdim për disa vite. Ose bëni gabime, do të keni bashkëpunime financiare, mundësinë të realizoni dhe do jenë pozitive këto
bashkëpunimet financiare, do të gjeni ndihmë dhe mbështetje, por do të keni dhe biseda ose kontakte që do të ndikojnë për realizimin në jetën tuaj personale, në lidhje me një tuaj, me një dashuri. Nëse keni një problem ligjor, do të keni një kohësisht, do të gjeni më si ta zgjidhni. Faleminderit shumë, të përshëndesim. Faleminderit. Paska të reja Ermelinda në vazhdim. Ja do t'i dëgjojmë, nëse do na i thot gjithmonë se mban sekrete kështu. Sergina, faleminderit shumë. Faleminderit shumë që isha e ftuar sot për të folur për shenjën time. Unë kam dashuri shenjën time. Gëzohem. Ju përshëndesim. Fundjavë sa më të bukur, takohemi të hënën.